Megjithse namazi që bërë farsë në periudhën mekase, muslimanët nuk ishin mundësi të formonin xhamat haptazi dhe të faleshin. Për këtë arsye në atë periudhë nuk që ndjerë nevoja për ndonjë thirrje që do t'i të bonte muslimanët në një vend për të falur namaz. Në fakt nuk ishin asfaltore ku të boheshin, edhe pse ko pas kohë fshektazi falin namaz bashkë në shtëpinë e Erkamit, nga që i friksoheshin të keqës së udhëtarëve. Lajmërimi i kohës së namazit nëpërmjet thirrjes ishte i pamundur, sepse paria kurejshite ndërhynte dhe në rast se muslimanët i përdorin shtëpitë e tyre si mesxhid. Muslimanët në Mekë ishin të vetmuar, prandaj edhe namazet e tyre ishin pa zë dhe të fshehta. Pas viteve të vështira në Mekë, me realizimin e hijrëtit besimtarët u vendosën në Medinë dhe atje, në udhëheqjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, formuan një shoqëri të re. Nga gjërat e para që bën atje, që ndërtimi një mesxhidi. Kjo ishte një hapësirë modeste ku do të boheshim për adhurime të përbashkëta, do të diskutonin punët e kësaj bote dhe ato të ahiretit. Dyshemeja e xhamisë ishte prej dheu, kurse pjesa e përparme e tavanit u mbulua me deg dhe gjethe hurmash, duke formuar një pjesë me hije. Mirëpo, kjo ndërtesë modeste për muslimanët kishte kuptime dhe funksione shumë të mëdha dhe shumë të pasura. Ky ishte tempulli ku të gjithë bashkë do të qëndronin para Allahut të madhëplot, nga ku lutjet e përbashkëta të robërve të tij do të mbërrinin tek ai. Tempulli i parë i Medinës, të cilën e kishte ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me umetin e tij. Megjithatë, akoma nuk ishte ndonjë mënyrë për të lajmëruar kohën e namazit dhe për t'i thirrur muslimanët që do të bëhen në një vend. Sahabët, të cilët u mlodhën në Medinë për hir të Allahut, për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe për të jetuar Islamin më mirë dhe më lirë, ndjeni nevojën për ndonjë mjet që do t'i lajmëronte të gjithë bashkë në të njëjtën kohë, por të tubuar në kohën e namazit. Nisën të konsultoheshin për të gjetur një zgjidhje, për të lajmëruar hyrjen e kohës së namazit dhe për t'i ftuar besimtarët që do mblidhen në shtëpinë e krijuesit për t'u përgjigjur e lutur bashkarisht atij. Disa nga sahabët propozuan që të përdoreshin si mjet, të cilët pjesëtarët e feve të tjera i ftonin njerëzit në adhurime. Dikush thoshte, t'i binim këmbanës siç i bien të krishterët, e dikush tjetër propozonte t'i thirrnim njerëzit me një bori siç bënin hebrejt. Madje dikush u shpreh se do të ndizin një zjarr njësoj si zoroastrianët dhe kjo do të ishte shenja e thirrjes për namaz. Në fakt, asnjëri prej këtyre propozimeve nuk gjente vend në zemrat e besimtarëve. Përdorimi i metodave të feve të tjera për thirrjen e njerëzve në adhurime, për pejgamberin e fundit sallallahu alaihi wasallam dhe për elitën e sahabëve nuk ishte as pak të arsyeshme dhe pranueshme. Cila ishte zgjidhja? Si duhej të ishte thirrja në qetësinë e shpirtit, me lutjen, o Zot na ndihmo, kishin ngritur drejt të qiellit e zemrat më shumë se sa duart. Pasuesit e fesë së re dhe të ndryshme nga të tjerët, si umeti i pejgamberit të fundit, dëshironin që thirrja e tyre në adhurim të ishte veçantë, një thirrje hyjnore që do të përfaqësonte këtë umet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut Azza wa Jall. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet, selamet, për shëndetet më sinqerta, ja dërgojmë apo ja adresojmë shëmbëltyrës së njerëzimit. Njeriut më ndikim në rruzullin toksor, akademikut më të lartë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjerë në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman, më lejoni që fillimisht që përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe gjithë begatit e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi ju. Në vazhdim, insha Allah, do të flasim rreth historikut të ezanit. Kur u liçu ezani dhe si erdhen deri në konkludim që thirrja për namaz të jetë mu ky ezan që ne kumton
edhe sot e kësaj dite në minaret tona. Fillimisht, duhet se kurse ezani u lehtësua në vitin e parë Hijri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas shpërnguljes prej Mekës në Medinë, hapin e parë që ndërmor ishte ndërtimi i xhamisë. Dhe me qëllim që njerëzit musliman të asaj kohe të kenë një vend ku të tubohen, të kenë një parlament të tyre, të kenë një shkollë të tyre, të kenë një akademi të tyre. Mbas kësaj, erdhë nevoja se si ti tubojnë njerëzit për të falë namazin bashkarisht. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke e preokupuar kjo problematik, se si ti tubojnë njerëzit me një thirrje të vetme ti tubojnë njerëzit në xhami që të falin namazin bashkarisht, i mludh sahabet dhe diskutuan për këtë çështje. Dhe disa nga ato nga sahabet dhanë propozimin që të ngritet një flamur. Kur të vi koha e namazit, ngritet flamuri me qëllim që të tubohen njerëzit në xhami. Mirë po, ra ky propozim i atij sahabiu. Nuk u pranua. Një tjetër dha propozimin që kur të vi koha e namazit, ashtu siç bënin te krishterët, të marrin një këmban dhe t'i bin këmbanës. Mirë po, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pse kjo ishte një tradit, jo islame, ishte tradit krishtere, nuk e pranoi edhe këtë. E një tjetër tha, oj dërguari Allahut, kur të vi koha e namazit t'i bim boris. Mirë po, edhe këtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi, sepse ishte tradit çifute. E atëherë Omeri radiallahu anhu tha, oj dërguari Allahut, pse nuk e autorizon një njeri që të shohet dhe thirr njerëzit për namaz? Nuk e kish qëllimin Omeri që të thirr ezanin, mirë po, me fjalë tjera vetëm të thirr njerëzit në njoftoj se ka ardhur koha e namazit. Kështu me këtë problematik, ikën njerëzit, ikën sahabët në shtëpitë e tyre, dhe një ndër ato ishte edhe Abdullah ibn Zeidi, i cili e kapi kotja me këtë problematik. Dhe me të zënë gjumi pa një ëndër Abdullah ibn Zeidi, ku pa një njeri me tesha të bardha, i cili mbante një dorë një këmban. Dhe Abdullah ibn Zeidi i tha, o njeri fisnik, a ma shet këtë këmban? A njeriu me të bardha e pyeti, e pse duhet kjo këmban ty? Tha, me duhet që të thirr njerëzit në namaz. Atëherë ai njeriu i cili mbante këmbanën në dorë tha, atë të propozoj diçka edhe më të bukur se kjo për të thirr njerëzit në namaz? Tha, më thuaj. Tha, ja tregoj ezanin ashtu siç ne sot e ndëgjojmë dhe ndëgjojmë në për minaret e xhamieve tona. Tha, thuaj, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thuaj, ashhadu an la ilaha illa Allah 2 herë. Thuaj, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 herë. Thuaj, tha 2 herë, hayya ala s-salah. Thuaj 2 herë, hayya ala l-falah. Dhe në fund tha thuaj, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Dhe kështu, u ngrit nga gjumi dhe me vrap shkoj tek Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja tregoj ëndrën. E Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tha, ke pa tha ëndër të vërtet. Tha, mere Bilalin dhe tregoja këto fjali që ti ka treguar ai ty, me qëllim që Bilali, zëri Bilalit është më burror, zëri Bilalit është më i bukur, tha që ti thirr njerëzit për namaz. Atëherë, ai ja tregoj Bilalit, e Bilali hyri në xhami që thirr ezanin. Kur e ndëgjoi Omeri radiallahu anhu këtë ezan, me vrap shkoj tek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulallah, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti yt, tha, edhe unë kom pat njëjtën ëndër dhe të njëjtët fjalë që i thot Bilali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e madhnoi dhe falendroi Allahun, sepse kur dëshmojnë për një gjë, një e më tepër vet, atëherë ajo gjë përveç se të jetë e vërtet, nuk ka se çka të jetë ndryshe. Ishte për t'u habitur heshtja dhe qetësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që Abdullahu me emocion të madh i rrëfente ëndrrën që kishte parë. Ai sikur e priste Abdullahun,
sigur e dinte sa i do t'i sillte këto fjalë të bekuara, prandaj tha atij: "Padyshim që kjo është një ëndër e vërtetë." Menjëherë çau bashkë me Bilalin, sepse zëri i tij është më i fortë dhe më i bukur. Mësoja këto fjalë atij dhe me to le t'i thoras njerëzit në namaz. Pejgamberi ynë i nderuar e kishte konfirmuar ëndrrën Abdullahut dhe kishte aprovuar ezanin. Sa nder i madh ishte ky, që bashkë me ezanin do të përmendej edhe emri i tij dhe do të mbetej i përhershëm deri në Kiamet. Kështu Imam Ahmed Hanbeli në librin e tij të shmuar Musned, ku ka përmbledhur hadithet e transmetuara nga sahabët, në titullin që ka vënë para haditheve të transmetuara nga Abdullah Zeidi, e ka quajtur atë Sahibul El-Ezan, domethënë pronari i ezanit, ndërsa në disa transmetime të tjera e ka cilësuar si Rail Ezan, që do thotë ai që e pa ezanin në ëndër. Tashmë historia do ta përmendë Abdullahun me këtë epitet. Bilali që e mësoi ezanin, për herë të parë ka thirrur ezanin e sabahut. Në këtë mënyrë, 17 muaj pas hijretit, pasi kibla u kthye drejt Mekës, muslimanët gjetën thirrjen të cilën kishin kohë që e kërkonin. Ezani që për herë të parë u thirr atë mëngjes me zërin e fortë të ëmbël të Bilalit, bërinte jo vetëm në të gjithë Medinën, por deri në thellësitë e botës e përtej kohëve. Allahu është më i madhi. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i tij. Ejani në namaz, ejani në shpëtim. Allahu është më i madhi, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Me jonën e parë të kësaj thirrje hyjnore mbi faqen e dheut, i gjithë populli i Medinës e kuptuan se kishte ardhur koha e namazit dhe se poftoheshin të dilnin bashkërisht para Allahut. Me drithërime në zemër dëgjonin fjalët e njësimit të Zotit dhe të dëshmisë. Sa fjalë madhështore ishin. Këto fjalë që ushtinin në horizont ishin deklarimi i besimit të ngulitur në zemrat e besimtarve. Umeri radiallahu anhu, i cili ndodhej në shtëpi, kur i dëgjoi fjalët e ezanit së pari u rënqedh, pastaj u habit, sepse këto fjalë ishin pikërisht ato që e mësuan edhe atij në ëndër. Menjëherë, madje duke u veshur në rrugë teshët e tij, vrapoi pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi e kuptoi çështjen, tregoi se edhe ai kishte parë të njëjtën ëndër. Krahas kësaj, sipas disa transmetimeve që gjenden në veprat e hadithit, Gjebraili vjen para të dyve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i sjell një shpallje që vërteton ëndrrën e Abdullahut. Ndërsa sipas një transmetimi tjetër, akoma fjalët e ezanit janë shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në natën e Isras. Aludimi për ezanin dhe përmendja e rëndësisë së tij në ajete të Kuranit fisnik, të shpallura më vonë, është një tregues i qartë se ezani është aprovuar edhe në Kuran. Kështu që kuptohet se ezani, edhe pse ka qenë mundur si rrethoje urësisë hyjnore, nuk është bërë pjesë e fesë nëpërmjet të ndonjë shpallje hyjnore, por kjo ka ndodhur me konsultimin e sahabëve, me ëndrrën e Abdullah ibn Zeidit dhe të Omerit radiallahu anhu, me aprovimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe me vërtetimin e Kuranit fisnik. Sa i përket rëndësisë së ezanit, se çfarë rëndësie ka ezani si thirrje dhe jo vetëm si thirrje për në namaz, tregojnë shumë qartë hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ku transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu e ka dëgjuar Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: sikur njerëzit të dinë vlerën e ezanit dhe rreshtit të parë në namaz, do të vraponin për thirrjet e ezanit dhe të rreshtohen në rreshtin e parë namaz. Po ashtu, për vlerën dhe rëndësinë e ezanit, transmeton edhe djali i Omerit radiallahu anhu, Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, i cili kanë dëgjuar Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se muezinit i falen mëkatet në fund të ezanit dhe për atë duke sa e këndon ezanin lutet çdo gjë e gjallë dhe e njohur për të. Andaj unë nuk mbetet asgjë tjetër përveç se të lut Allahun azza wa jall që Allahu mos t'i lë xhamiat tona paket thirrje që mos qetë vetëm thirrje që ndëgjojmë me vesh, po qetë thirrje që fillimisht të ndëgjojmë me zemrat tona. Tashmë zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e qetë.
duke falendëruar Allahun Madhëriplot, i cili fali umat të tij ezanin si shenjë dalluese. Më vonë ndërtoi një vend të lartë në mesxhit për këndimin e ezanit dhe duke marrë parasysh se Bilali kishte zërin të fortë të ëmbël, e moroi atë si muezin. Ishte sunet i tij që një punë t'ia besonte atij që e bënte më mirë. Çdo gjë që e bënte ishte e bukur dhe çdo gjë të bukur jepte vlerë. Pikërisht për këtë arsye, ai që do të bënte thirrjen e parë për në qetësinë e shpirtit, që Bilal Rebaha nga Etiopia, me zërin e tij të mrekullueshëm. Ky ishte sklavi Bilal, të cilën dikur e kishin shtrirë në rër të nxehtë, kur dielli përvlonte dhe vetëm se thoshte Zoti im është Allahu, i kishin vënë shkëmbim mbi gjoks dhe ai përsëri nuk që tundur as pa nga besimi i tij. Tani ai kishte nderin të ishte muezini i parë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa pozitë e lartë kjo për Bilalin, i cili ishte simboli së vërtetës se të jesh rob i Allahut, do të thotë të jesh i lirë. Me komplimentin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tani ai ishte Bilali, zotëria i muezinëve, madje sipas një transmetimi, në lidhje me ezanin, Bilal Habeshiut i mbeti edhe një kujtim i përhershëm. Një ditë shkoi në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta zgjuar atë për namazin e sabahut. Kur njerëzit e shtëpisë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i thanë se ai akoma nuk që zgjuar, Bilali pas Halal Fala me zë të lartë i shtoi ezanit edhe fjalët e salatu khairur minan num, namazi është më i mirë se xhumi. Këtë pejgamberi ynë i nderuar e pa të përshtatshme që do thuaj në çdo ezan të namazit të sabahut. Ashtu siç u përmend edhe më lart, duke marrë parasysh se fillimisht Bilali e thërriste ezanin hipur mbi pullazin e shtëpisë së një gruaje nga bijtë e Nexharit, më vonë ezani që thirrur nga një vend i posaçëm i lartë në Mesxhidun Nebevi, si dhe fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë kënaqem kur të gjithë muslimanët e falin të njëjtin namaz në një vend, as sa ka menduar edhe të dërgojnë njerëz shtëpi me shtëpi që të lajmërojnë hyrjen e kohës së namazit. Madje donjëherë më ka thënë zemra të urdhëroj disa njerëz që të hipin mbi pullazet e shtëpive dhe t'i lajmërojnë njerëzit për hyrjen e kohës së namazit. Nisur pra nga të gjitha këto, janë ndërtuar minaret si simbolet e ezanit. Minaret të cilët në zanafillin e tyre ishin vetëm simbolet e ezanit, me kalimin e kohës janë shndruar në simbolet e Islamit. Sepse vendet ku duken minaret kuptohet se janë vendet e Islamit, sa dy thyrret për në Islam dhe për në shpëtim, dhe se në sajt e ezanave që këndohen nga minaret e larta, banorët atyre vendbanimeve i përgjigjen thirrjes së Allahut të Madhërisëm dhe ftesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Besimtari kur e ndëgjon ezanin, nuk duhet ndëgjuar vetëm si një thirrje që muezini bën për në xhami, por me ndëgjuar ezanin, besimtari gjen veten para një bote të tërë urtësish, që Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu në përmjet ezanit na ka treguar edhe neve muslimanve. Pra, po që se marim dhe analizojmë fjalet që gjenden brenda për brenda ezanit, gjejmë urtësi të mëdhaja. Pika e parë, si e para, është dëshmia, dy dëshmit që Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu i ka vëndu në ezan. Dhe kjo tregon se nuk vlen që njëra pa tjetrën në Islam. Nuk vlen besimi pa nëse e besojmë Allahun Azza wa Jall pa mos e besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë mësmirti muezini na tregon kur thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pra, dëshmoj se Allahu është një dhe i vetëm pa shoq, dhe mbas dëshmisë së Allahut Azza wa Jall, thot muezini ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, si urtësi tjetër që mund të marrim nga ezani është edhe ajo se muslimani nëpërmjet ezanit i shtohet besimi edhe më tepër në botën tjetër. Këtë mësmirti e tregon fjala e muezinit ku nëpërmjet ezanit thot hayya alal falah. Ku në gjuhën e shariatit, në gjuhën kuranore, hayya alal falah është eja në shpëtim,
e ne dim se shpëtimin që e thirr muezini është shpëtimi në ditën e gjykimit nga zjarmi i xhehenemit. E ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu insha Allah të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Insha Allah edhe një herë Allahu ta bëj ezanin jo vetëm dëgjim me veshin ton, por fillimisht ta ndëgjojmë me zemrat tona, që ezani të jetë moto e reflektimit ton dhe insha Allah ezani të jetë moto e bashkimit të zemrave tona. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pas dy simboleve më të rëndësishme të Islamit, mesgjidit dhe kiblës, Allahu i lartëmadhërisëm duke i miratuar një thirrje hyjnore në të cilën gjendet fjala e dëshmisë si themeli i fesë, plotësoi edhe një dhunti në formimin e identitetit shoqëror të muslimanëve. Kështu përcaktua se si do të këndojë ezani së dëshmia e Islamit dhe ezani vet u bën një synet i pandashëm, mueket i adhurimit të namazit. Prandaj prej asaj kohe, në formën e tij origjinale, bashkë me namazin është bërë një thirrje për në Islam dhe në çdo vend që këndohet tregon ekzistencën e muslimanëve.